Do ta bëjmë ne prezantimin e radhës. Atëherë janë dy personazh të njohur për ju, gazetar Besa edhe këngëtar tani. Këngëtar shumë i dashur dhe mik im shumë i dashur, Granit Miftarin, e ftojmë me nda çmimin e radhës. Dhe një aktore dhe një këngëtare shumë e njohur, siç është Emine Toska. I ftojmë. Fillimisht shumë bukur po dukeni sonte, kështu që një duart rokitje më të fuqishme për veten e juj, ju kisha lut. Mirëmbrëma, përshëndetje, ju përshëndes të nderuar artist, kam kënaqësinë dhe nderin që jam sonte këtu në mesin tuaj të gjithë këtyre artistëve dhe artdashësve këtu në Gjilan, pra në vendlindjen time. Mirë se keni ardhur. Sigurisht që sot më është caktuar mua dhe Eminës detyra që të ndajmë çmimin Best Ballad. Ky çmim njëherët është një çmim që më rëmbeva në Chelsea-n muzikor, faleminderit televizionit Ziko, dhe tani do të shohim fillimisht nominimet për Best Ballad. Pra shohim nominimet. Zhurma Video Music Awards Best Ballada. Pam nominimet pak sa e vështirë, me qenë se secilja këngë. Pra të shohim kush është fatlumi për këtë vit në edicionin e 12 të Zhurma Show. Atëherë është një këngëtare nga Shqipëria. Pra bëhet fjalë për Mira Jani. Urime pra gëzofshi çmimin edhe suksese edhe herave tjera, edicioneve të tjera. Faleminderit. Do thoja kjo është një këngë ndër këngët më të preferuara të mijat, edhe më me vlerë që kam kënduar deri më sonte, sepse ndërthuret muzika klasike me muzikën moderne, pra do të thoja që kjo është një perlë e imja që kam bërë unë deri më sonte. Edhe ndihem shumë e privilegjuar që kjo perlë është vlerësuar me çmim. Faleminderit shumë. Është një perlë që është e kënduar në gjuhën franceze, mon amour. Për urime.